Në shtator 2025, Shqipëria e habiti botën duke emëruar diellën një sistem inteligjencë artificiale në një rol në nivel kabineti për mbikëqyrjen e prokurimit publik. Ky hapi pa precedent shënoi herën e parë që një qeveri i besoi zyrtarisht përgjegjësi ministrore një inteligjencë artificiale, duke shkaktuar magjepsi, skepticizëm dhe debat global rreth të ardhmes së qeverisjes. Emrimi nuk është thjesht një truk. Shqipëria ka luftuar prej kohësh me korrupsionin në prokurimet publike, një sektor i prekur nga favorizimi, patronazhimi dhe proceset e errta të tenderimit që dëmtojnë besimin dhe ndërlikojnë ambicjet e saj për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Duke i caktuar mbikëqyrjen diellës, qeveria synon të zbatojë rregullat e prokurimit në mënyrë më të qëndrueshme dhe të sinjalizojë një angazhim të vërtetë për reforma. Ky veprim mbështetet gjithashtu në iniciativat e mëparshme digjitale, që nga janari i vitit 2025 diella ishte integruar në platformën e qeverisjes elektronike të Shqipërisë, ku përpunonte dokumente dhe udhëhiqte qytetarët përmes shërbimeve digjitale. Zgjerimi i përgjegjësive të saj në prokurimin publik është një zgjerim natyror dhe një eksperiment i guximshëm. Në thelb, ideja që qëndron pas diellas është se automatizimi mund të sjellë drejtësi dhe transparencë në procese tradicionalisht të ndjeshme ndaj manipulimit. Sistemi është projektuar për të vlerësuar ofertat duke përdorur kritere standarde për të identifikuar parregullësitë dhe për të mirëmbajtur regjistrat digjital që më vonë mund të auditohen. Ndryshe nga një ministër njerëzor, diella nuk përballet me presion politik apo lodhje dhe mund të veprojë 24 orë në ditë. Megjithatë, kriteret vërejnë se AI nuk është imune ndaj tmetave. Nëse sistemi është i trajnuar ose i programuar me kriteret anshme, ai mund të riprodhojë ose madje të fshehë pikërisht korrupsionin që synon të eliminojë. Për këtë arsye, transparenca në hartimin e tij, mbrojtjet kundër manipulimit dhe mekanizmat e apelimit mbeten thelbësore. Natyrshëm lind pyetja, pse të mos ndjekim reforma tradicionale në vend të kësaj? Përgjigjja qëndron pjesërisht te shpejtësia dhe kapaciteti. Reformat ligjore dhe institucionale kërkojnë kohë dhe shpesh përballen me rezistencë nga interesat e rrënjosura. Në të kundërt, një zgjidhje teknologjike ofron një përgjigje më të shpejtë dhe më të dukshme. Ajo gjithashtu ndihmon në mbushjen e poshllojqeve në burime, pasi algoritmet mund të trajnojnë vëllime të mëdha të dhënave dhe të zbulojnë modele shumë përtej kapacitetit njerëzor. Megjithatë, teknologjia nuk mund ta zëvendësojë llogaridhënien. Mbikëqyrja dhe përgjegjësia njerëzore mbeten qendrore për të siguruar që qytetarët ruajnë besimin në vendimet që i prekin drejt për drejt ata. Kombe të tjera po e ndjekin nga afër. Nëse eksperimenti i Shqipërisë prodhon rezultate më të pastra, më të shpejta dhe më transparente të prokurimit, diella mund të shërbejë si një studim rasti global. Organizatat ndërkombëtare gjithashtu mund ta shohin iniciativën si një pikë referimi për reformën e qeverisjes. Megjithatë, kornizat kushtetuese dhe ligjore të shumicës së vendeve bëjnë të vështirë aplikimin e drejt për drejt të modelit të Shqipërisë, pasi ministrat zakonisht kërkojnë të jenë zyrtar njerëzor të përgjegjshëm sipas ligjit. Në këtë kuptim, titulli ministror i diellës është më shumë simbolik se sa i mirëfillt dhe vlera e tij e vërtet mund të qëndrojë në demonstrimin se si AI mund të mbështesë në vend që të zëvendësojë vendimarrjen publike. Nëse qeveritë e tjera duhet ta miratojnë një model të tillë, është një çështje kujdesi. AI mund të luajë një rol të rëndësishëm mbështetës në zbulimin e anomalive dhe zbatimin e rregullave në mënyrë të vazhdueshme. Por miratimi i plot pa masa mbrojtëse rrezikon të krijojë probleme të reja të errësirës dhe mungesës së llogaridhënies. Që AI në qeverisje të ketë sukses, disa kushte janë të panegociueshme. Vendimarrja duhet të jetë transparente dhe auditueshme. Autoriteti përfundimtar duhet mbetet te zyrtarët njerëzor të përgjegjshëm dhe sistemi duhet të nënshtrohet auditimeve teknike të pavarura. Pa këto masa mbrojtëse, një ministër AI rrezikon të jetë ose një kokë turku për dështimet njerëzore ose një fasadë që fsheh korrupsionin e vazhdueshëm. Vendimi i Shqipërisë për të ngritur diellën ka të bëjë pa aq shumë me simbolikën politike sa edhe me reformën teknologjike. Ai e pozicionon vendin si një pionier digjital, ndërkohë që njëkohësisht teston kufit e besimit në inteligjencën artificiale si një mjet qeverisje. Pavarësisht nëse eksperimenti ka sukses apo dështon, ai do të formësojë debatin global se sa larg duhet të shtrihet teknologjia në institucionet publike. Për momentin, diella nuk duhet parë si një zgjidhje e gatshme, por si një eksperiment i gjallë, gjë që mund të hap mundësi të reja për qeverisjet pastër ose të shërbejë si një rrëfim paralajmërues për kombet e tundura që besojnë shumë te algoritmet.